Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shikues të nderuar të emisionit ton, Kandili i Ditorisë, mirë se vini edhe në këtë javë, ku siç do të shtunë, pra kemi hoxhën e nderuar e Bashkim Aliun. Sonte është tema rreth dimensionit moral dhe të Mirajit. Ka që 2 javë gati që jemi duke diskutuar çështjen e Isras dhe Mirajit, mirë po nga këndet e ndryshme, e sonte erdhi radha që të diskutojmë çështjen e Mirajit nga aspekti i dimensionit moral dhe fshehësitë dhe morale dhe shpirtërore të Mirajit. Ju informojmë edhe sonte si çdo herë që pyetjet tuaja mund t'i shkruani nëpërmjet Facebookut tim Shpëtim Sjarina, por se mund të inkuadroni drejt për drejt edhe nëpërmjet numrit të telefonit tim, siç e keni në fund të ekraneve tuaja, aty në WhatsApp në +44 7533 87 8766, +44 7533 87 8766. Mund të inkuadroni edhe nëpërmjet panelit të TikTokut, ku jam live aty drejt për drejt në live-in tim Shpëtim Sjarina, dhe në fund të pyetjeve në fund të ligjëratës mund t'i bëni pyetjet tuaja. Atëherë pa humbur kohë, ja i dhem fare një mirëseardhje hoxhës së nderuar Bashkim Aliut, hoxhë vendim mirë se erdhe. Mirë se u gjeta juve dhe gjithë atyre pra që janë duke na ndjekur. Allah ju shpërbleft që edhe sonte ju përgjigjet dhe të ftesës tonë, si për gjithmonë që ke qenë gjithmonë aktiv dhe pozitiv në përgjigje aty ku kërkohet daveti dhe je përgjigjur ashtu dhe sonte. Tema sonte të dimensioni moral i Mirajit. Atëherë hoxha merr fjalën dhe mund të filloni ligjëratën tuaj. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salatu wa tamu taslim ala al-mabuthi rahmatan lil alamin wa ba'd. Falënderimet dhe lavdrimet e sinqertë i takojnë të madhit Allah xhalla shanuhu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Fillimisht më lejoni që ju përshëndes juve atje në studio dhe gjithë vëllezërit dhe motrat të cilët janë duke na ndjekur në këto momente. Normalisht edhe ju siç e përmendët pra në fillim se jemi duke folur që 2 javë rreth Isras dhe Mirajit, marr parasysh se është një ndodhi e rëndësishme, është një nga mrekullitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që Allahu xhalla shanuhu ja dha, dhe ajo që jemi duke folur tërë këtë kohë flet se kjo mucize, pra kjo mrekulli, kjo ndodhi që ndodhi, është shumë dimensionale, pra ka dimensione të ndryshme. Në fillim, kur folëm për rrethanat para Isras edhe Mirajit, treguam se realisht sot muslimanët janë shumë të nevojshëm që të marrin mësim nga ajo kohë, për shkak se lidhet me sikletin që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ngushtimin e rrethit, ngjarjet që ndodhen dhe e prekën atë si vdekja e gruas së tij dhe migjës së tij, pastaj refuzimi i banorëve të Taifit dhe kështu me radhë, pra një gjendje që e ngushtoi. Dhe erdhi Isra dhe Miraji që ta nxjerr nga ajo situatë dhe t'i jep mesazh shpresës dhe të vazhdimësisë në misionin e tij. Po ashtu edhe udhtimi prej Mekës në Mesxhidi Aksa e kishte pra kuptimin e vet shumë të rëndësishëm në drejtim të sensibilizimit të muslimanëve, vetëdijsimit të tyre për përdorimin e të gjitha mjeteve që i kanë në disponim realisht, legale normalisht, për lehtësimin e jetës dhe të veprimtarisë së tyre. Dhe tash vim në një moment që e kemi quajtur dimensioni moral i Mirajit, e me këtë kemi për qëllim ta trajtojmë atë se çka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u ngjit në Miraj.
në qiell. Kjo nga shkaku se udhtimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Miraxh vetërisht, pra ngjitja e tij në qiell dhe ajo që pa ai atje tregon se Miraxhi nuk ka qenë thjesht vetëm një udhtim që i është mundsuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo, por ka qenë me mesazhe të qarta, me mësime të qarta, me urtësi të qarta. Dhe mbi të gjitha pra është se ne vazhdojmë edhe sot të marrim mësime, të nxjerrim urtësi për jetën tonë, që do të thotë nuk ka përfunduar Miraxhi, në atë kuptim që thot dikush thjesht është një ngjarje ka përfunduar. Jo, ne themi mesazhet që merren prej kësaj ndodhie janë prezente edhe sot dhe çdo herë kur flasim për këtë ngjarje nuk duhet ta shohim si diçka që ka kaluar dhe është kryer, është mbyllur. Jo, por është shumë më rëndësi çdo herë të nxjerrim mësime, të nxjerrim urtësi, të nxjerrim mesazhe dhe të marrim porosi për korrigjimin e asaj që bëjmë ne, për përmirësimin e gjendjes sonë e kështu me radhë. Kur u ngjit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qiell, atje pa disa gjëra dhe në mesin atyre që pa ishin edhe disa grupe njerëzish të cilët dënoheshin. Këtu kur themi dënoheshin, për qëllim është se ai ka përmendur mëkatet të cilat i kanë bërë ata njerëz, ose që vazhdojnë t'i bëjnë edhe sot njerëzit, po në fakt pra se për ato mëkate që i ka parë ata duke u dënuar, atë dënim do ta marrin njerëzit. Që do të thotë se ato mëkate që i ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra njerëzit që janë dënuar për ato mëkate në qiell pra, flet se ato mëkate janë serioze, nuk janë thjeshta, nuk janë të vogla. Dhe në këtë drejtim duhet të jemi të kujdesshëm. Bakim, vetëm pak se të është ndërprej videoja një herë. Po, pra duhet të jemi të kujdesshëm që ato mëkate t'i largojmë. Besoj se ndoshta do të vjen tash për shkak se e ndërprem emitimin në rrjetet sociale. Ja, bën edhe një refresh kësaj faqes tu ku t'jemi nëse ka mundësi. Edhe lëshon kamerën aty, do të shkosh te settings. Edhe e bën kamerën prapë on. Hajde edhe njerë. Po ndodhin nga njerë këtu, po nuk po di pse. Po khair, inshallah do të vazhdojmë, ndoshta me kalimin e kohës do të përsëri do të vjen. Pra duhet të jemi të kujdesshëm se në fakt pra nëse kur flasim për këto mëkate që do t'i përmendim pra në vazhdim, është shumë më rëndësi pra të shihet se ato mëkate janë jashtëzakonisht të rënda dhe të rrezikshme dhe besimtarët duhet t'u largohen. Çka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra apo cilët grupe të njerëzve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pa duke u dënuar. Në fakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa duke u dënuar disa njerëz dhe dënimi i tyre ishte ashtu që ata kishin thonjë prej bakri dhe me ato thonjë i gëryenin edhe fytyrën edhe gjoksin e tyre. Kjo ishte një gjendje shumë e rëndë. Pra ky dënim apo ky veprim që ata e bënin nuk ishte se përfundonte. Përsëri u kthehej ajo që e gryenin dhe përsëri ata ktheheshin dhe e bënin të njëjtën. Dhe kjo ndodhte në xhehenem pra, jo jashtë xhehenemit. Do të thotë kemi dy elemente këtu.
këtë dënim dhe në të njëjtën kohë, pra kjo gryerje e fytyrës dhe gjoksit me thonë prej bakri dhe në të njëjtën kohë kjo bëhet në xhehenem, që do të thotë se ishte mjaft e rëndë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyeti Xhibrilin edhe i tha: "O Xhibril, çka është puna me këta njerëz? Pse këta e kanë këtë dënim?" Xhibrili i tha: "Këta janë ata të cilët e kanë hëngër mishin e vëllaut të vet të vdekur dhe kanë prekur në nder." Çka do të thotë kjo? Ta hash mishin e vëllaut të vet të vdekur. Qëllimi është se këta njerëz kanë përgojuar, pra kanë marrë në përgojë njerëzit e tjerë. Dhe përgojimi i njerëzve të tjerë është një mëkat që prek nderin e tyre, personalitetin e tyre, ashtu që ky mëkat e ka këtë dënim që e ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu është shpreh Kur'ani për ata që përgojojnë. Allahu xhaleshanu ka thënë pra: "E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuhu." A don dikush prej jush të hanë mishin e vëllaut të vet të vdekur? Ju këtë e urreni pra. Kjo është punë e urrejtur. Do të thotë përgojimin Kur'ani e ka quajtur si ngrënie të mishit të vëllaut tënd të vdekur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë në Miraç, pra dënimin e këtyre njerëzve, që do të thotë duhet vëllezër dhe motra të nderuara të jemi të kujdesshëm nga përgojimi i njerëzve të tjerë. Nuk është se kjo ka kaluar. Fatkeqësisht, sot e kësaj dite, ne si besimtar, si musliman, në shoqëritë tona, në rrethet tona, ballafaqohemi me këtë problematik. Do të thotë ky fenomen, kjo dukuri, përgojimi i njerëzve vazhdon ende të jetë pra prezent. Dhe fatkeqësisht është prezent edhe me të madhe bile. Nëse ne sot flasim se jetojmë në shekullin e 21 dhe për shumë gjëra themi se jetojmë në shekullin e 21, kemi përparuar, kemi bërë kështu me radhë. Në fakt, shumë gjëra apo shumë vese, dukuri negative, gjëra jo të pëlqyeshme i kemi trashëguar brez pas brezi dhe ndoshta bile edhe më keq se ka qenë në të kaluarën janë pikërisht sot në shekullin e 21. Këtë them nga shkaku se derisa para mira vjetësh ose në shoqërinë kur ka folur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka pasur përgojim për atë edhe ka folur. Por përgojimi ka qenë shumë më pak në krahasim me atë që ndodhen sot. Pse? Sepse atëherë përgojimi ndoshta ka ndodhur vetëm ditën dhe shumë pak ka ndodhur, ka pasur mundësi që të ndodhë natën. E sot ne në kohën tonë pra, sot ndodh edhe ditën edhe natën, se më herët natën nuk ka pas rrim, nuk kanë qenë prezente këto mjete që i kemi sot, edhe është dash të mbyllesh në shtëpi edhe ke mundur të bisedosh vetëm ndoshta me familjen tënde ose pa edhe me atë ka qenë problem. Sepse ashtu kanë qenë rrethanat. Sot bile qof ditën, qof natën, bile natën bën edhe shumë më tepër përgojime. Edhe duke pas parasysh këto mjetet që i kemi në përdorim, sot edhe natën na mundson një gjë të tillë. Më herët përgojimi është bërë vetëm me fjalë, me gojë. Sot bëhet në forma ndryshme, bëhet me komente. Edhe komenti është përgojim. Ajo që ndodh pra realisht është një formë e përgojimit. Pra duhet të jemi të kujdesshëm. Ajo që fyejmë sot, për shembull, komentojmë gjëra të pahishme, u japim mesazhe të këqija të tjerëve, kështu me radhë, bëjmë veprime tjera, janë dukuri negative realisht. Edhe atë bëhen si rezultat i këtyre mjeteve të cilat ne i kemi sot në disponim. Që do të thotë se përgojimi realisht i njerëzve tjerë nuk është se me ardhjen e shekullit 21 ka kaluar, kupton, por
ka vazhduar bile edhe është bërë më i sofistikuar. Edhe atë pra fal apo duke i pasur këto gjëra të cilat i kemi sot në përdorim. Për atë duhet jemi të kujdesshëm se përgojimi është dukuri e keqe dhe pret në botën tjetër na pret një dënim i tillë, ashtu siç i ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njerëzit, kështu duke u dënuar, dhe ashtu siç ka thënë edhe Allahu xhaleshanu në Kur'an, a dëshiron dikush prej jush të hanë mishin e vëllaut të vet të vdekur, do thotë përgojimin e ka trajtuar sikur me e ngran mishin e vëllaut tën të vdekur. Këtë e ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe këtë që e ka parë pra në natën e Isras dhe Mirajit është një vërejtje serioze se përgojimi është dukuri negative. Dhe ne si besimtar duhet t'i largohemi. I qartë pra është në këtë drejtim Kur'ani, i qartë është në këtë drejtim Islami, dhe ky mesazh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur pra prej Mirajit është i qartë se ky udhtim ka pasur dimension moral. Do të thotë qartë është se na mëson të largohemi prej dukurive negative. Më pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon edhe tregon se ka parë edhe gjëra tjera realisht. Çka ka parë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka parë po ashtu disa njerëz të cilët kanë pasur barqe të fryra, gati sa një shtëpi. Këtu duhet të kemi parasysh se struktura e njeriut në botën tjetër nuk do të jetë kjo që është në këtë botë. Do të jetë ndryshe për ta përballuar dënimin. Dhe për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka parë do të thotë në këtë formë ata njerëz duke u dënuar. Dhe sa herë që janë munduar të ngriten, ata kanë ra përsëri në xhenem. Do të thotë sa herë që janë munduar të ngriten, përsëri kanë ra. Dhe e ka pyetur Xhibrilin dhe i ka thënë se, o Xhibril, çka kanë bërë këta njerëz? Pse këtë dënim kaq të rëndë? Xhibrili i është përgjigjur edhe i ka thënë se këta njerëz janë ata të cilët e hanë kamatën. Do të thotë, kamata duhet jemi të kujdesshëm, është e ndaluar në Islam, është haram, dhe Allahu xhaleshanu e ka quajtur pra shpallje luftën ndaj Allahut. Pse? Sepse pasojat e kamatës janë të shumta, do të thotë nuk janë vetëm personale. Ka pasoja psikologjike, ka pasoja sociale, ka pasoja ekonomike, ka pasoja të ndryshme, do të thotë. Shumë njerëz kamata është shkak futja në kamat ka bërë që të shkatrohen familje, shumë njerëz edhe në vetvrasje ka dërguar e kështu me radhë. Do të thotë nuk është një mëkat i cili ndalet vetëm te personi, pra që kufizohet vetëm në nivel individual, por është pra një veprim, është diçka që e tejkalon nivelin individual dhe realisht pra përfshin një gamë më të gjerë të jetës së njeriut, ashtu që është mëkat me të vërtet i trishtueshëm. Dhe ata të cilët e hanë kamatën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu i ka parë pra duke u dënuar, dhe ky do të jetë dënimi i tyre. Do thotë, ajo u ka ndodhur në xhehenem dhe këtë ata e kanë marrë, këtë dënim e kanë marrë në xhehenem. Do thotë se muslimani duhet të jetë i kujdesshëm nga përdorimi nga kamata. Duhet të largohet pra, për shkak se me të vërtetë kamata është haram dhe në të njëjtën kohë kamata është pra kancer i shoqërisë, po në të njëjtën kohë edhe i ekonomisë. Pra besimtari çdo herë duhet të niset nga ky parim dhe jo nga parimi i interesit material. Ndoshta dikush mund të përfitojë materialisht nga kamata, por realisht pra mëkati të cilin ai e merr është shumë më i madh se sa përfitimi material që ai e realizon. Dhe në këtë drejtim pra veçanërisht në këtë kohë,
kur ne edhe jemi sprovuar, pra veçanërisht pasurinë duhet të jemi të kujdesshëm, se jemi sprovuar se detirosh pra parat të gjenden në bank dhe nëse nuk janë në bank edhe mund të sankcionohesh realisht, kështu që ka disa gjëra që nuk mund të ikim, por megjithatë në fund të vitit çdo njeri duhet ta sheh pra se ato mjete që i ka të deponuara në bank sa janë dhe sa kanë përqindje të kamatës dhe atë nuk guxon ta merr, edhe pse ai nuk i ka lënë për të marrë kamat, por ja se ashtu sistemi financiar në një vend kërkon, por duhet pra që atë sasi ta largoj nga pasuria e tij, mos e përdor për vete, por ta jep për qëllime bamirësi të përgjithshme, për interes shoqëror, për humanitet e kështu me radhë. Pra edhe këtë grup të njerëzve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë duke u dënuar. Gjë që flet qartë se kamata pra jo vetëm që është mëkat i madh, por aq që është i rrezikshëm dhe aq që është pra i dëmshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka parë njerëzit të cilët e hanë kamatën duke u dënuar pra edhe në natën e Mirazhit. Edhe në këtë drejtim, Mirazhi është një mesazh i qartë me aspektin moral, pra na mëson që t'i largohemi këtij mëkati, që t'i largohemi kësaj dukurie negative e cila neve na sjell pra dëme, po thash jo vetëm dëme në aspektin individual, realisht edhe në aspektin shoqëror, se ne gjithë jemi të vetëdijshëm se çfarë dëmesh na sjell. Bile edhe na për shtetet laike realisht, po ata kanë një ndarje kanë bë, të kamatës nga për banka e konsiderojnë legale, ndërkaq fajdegjint, njerëzit kështu do të thot nga për popull që japin pare me kamat, me fajde dhe u marrin, do të thot edhe ligjet laike këta njerëz i ndëshkojnë. Ndërkaq Islami pra e ka çdo aspekt të kamatës e ndalon. Por do të thot aq që është e dëmshme, paramendoni edhe ligjet laike që e legalizojnë kamatën të zamna për banka, kështu me radhë për veprimtarit ndryshme, me gjithë ato fajdegjint në mesin e njerëzve që japin me fajde dhe u marrin fajde njerëzve, ata edhe me ligj do të thot i dënojnë marr parasysh dëmet të cilat pra u asjell. E ne si musliman këtë e kemi të zgjidhur këtë çështje shumë bukur, pra pse në çdo nivel e kemi të ndaluar kamatën. Dhe kanë treguar faktikisht edhe studimet e ndryshme, se edhe krizat e ndryshme botërore kur kanë ndodhur, të vetmet që kanë mbijetuar janë ato bankë ose kompani të cilat kanë ecur sipas sistemit islam, i cili nuk njeh kamat, por njeh partneritet në veprimtari. Do të thotë ndarja e fitimit, po në të njëjtën kohë edhe e humbjes dhe rrezikeve bashkarisht në mes të partnerëve të cilët e kanë të formuar pra një kompani. Do të thotë ata që e hanë kamatën këtë dënim do ta kenë. Dhe shikoni, ka të bëje me barkun. Në këtë rast, barku është sinonim, apo të themi kështu në mënyrë alegorike, është shprehur se barku është ai që e shtin njeriu. Do të thotë epshi, dëshira për të fituar, dëshira për të jetuar jetë luksoze. Dhe këtë kjo pra paskirohet apo ilustrohet me barkun. Për atë edhe dënimi do të jetë në bark. Dhe dënimi i frirjes së barkut dhe rënjes në xhenem pra tregon se ata njerëz e hanë kamatën në kuptim e marrin kamatën, tash ajo mund ta përdorin jo vetëm për ushqim, por edhe për gjëra tjera, por kryesore është kjo se epshi i tyre, dëshira do të thotë për të pasur sa më shumë, i shtyn ata që të jetojnë pa punuar, në fakt pra duke dhënë para me kamat. Edhe këtë grup njerëzish e ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke u dënuar në xhehenem natën kur ka qenë në Mirazh. Një grup tjetër po ashtu që ka parë duke u dënuar janë edhe ata të cilët i kanë disa njerëz pra i kanë pasur nofullat ose turin që themi ne, si të deves
dhe kanë ngëlltitur gur, dhe pastaj ato i kanë nxjerrur nga ana e pasme. Kur e ka parë këtë gjendje të tire, paramendo, imagjino, ne kur me mishin kur nuk është i zirë si duhet ose i pjekur, kemi problem ta ham, ta përtipim, e lene më do të thotë gurës të mund të përtipish. Paramendoni çfarë dënimi është ai i cili pra njeriun e determinon, e detyron që të hanë gurës. Por do ta ketë edhe konstruksionin e gojës ndryshe pra në botën tjetër. Kjo duhet të jetë e qartë në këtë drejtim. Se kështu e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur e ka pyetur Xhibrilin se këta njerëz çfarë mëkati kanë bërë, çfarë është puna e këtyre. Xhibrili ka thënë pra se këta janë ata të cilët e kanë hëngër pra apo e kanë shkelur në fakt të drejtën e jetimave. I kanë shkelur jetimat, u kanë hëngër hakun jetimave. Tash, nëse ne kthehemi në kohën tonë, a mund të themi se nuk ka një gjë të tillë sot prezente? A mund të themi se fatkeqësisht në mesin e muslimanëve, përgjithësi në botë pra, se ende nuk ndodh të keq trajtohet jetimi? Përgjigjja është se jo, ndodh e kundërta. Pra fatkeqësisht ndodh që ende sot e kësaj dite gjejmë në mesin e muslimanëve që keq trajtohet jetimi. Edhe atë më tepër nga të afërmit e tij, familjarët e tij. Ai është i pafuqishëm, i pamundshëm, është në moshë të vogël dhe tash ata tjerët që janë rreth tij ndodhin pra që ta nëpërkëmbin, e anashkalojnë, e marginalizojnë, nuk japin hakun që duhet e kështu me radhë, dhe në këtë mënyrë pra ata bëjnë mëkat. Për atë nuk mund të themi se sot pra në shekullin e 21 ne e kemi tej kaluar këtë problem. Fatkeqësisht sot e kësaj dite pra është prezent. Dhe këtë e sheh edhe nga rastet e ndryshme dhe nga përgjigje që ndodhin mes vetë familjarëve, ku shumë gjëra ka, për shembull, që janë rezultat i keq trajtimit të jetimit brenda familjes vetë. Do të thotë, këtu duhet jemi të kujdesshëm. Shikoni, këtu Islami apo parja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë pamje në Miraç tregon pra se mesazhi i tij prek edhe aspektet sociale. Ne kur flasim për jetimin, flasim për një shtresë të caktuar të njerëzve në shoqëri. Islami pra e prek edhe këtë aspekt. Na mëson të jemi human, na mëson për një kohezion shoqëror, për një solidaritet shoqëror. Pra flet jo vetëm për ndërtimin e individit si person, po flet edhe për shoqërinë realisht, sepse një shoqëri ku keq trajtohet jetimi, ajo shoqëri ka defekte serioze realisht. Do të thotë, vuan shoqëria në përgjithësi. Nuk është problemi vetëm një person, jo. Pra keq shoqëria ka problem. Por atë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë pra që ka parë në Miraç, në fakt na jep neve në mesazh se duhet të jemi të kujdesshëm për këtë shtresë të njerëzve, pra për jetimat, mos i shkelim, mos i keq trajtojmë, mos i marginalizojmë, por të jemi për atyre që do t'i afrojmë, ashtu si ka përmendur në një hadith të tij, thot ene wa kafilul yetime ka hatejni, unë dhe ai që përkujdeset për jetimin, që e mbikëqyr jetimin, do të jemi thot si këto di edhe i ka afruar di gishtat në xhenet, e ka përqëllim në xhenet do të jemi si këta di afër me atë si këta di gishta. Do të thonë sa janë afër gishtat e njeriut, ashtu do të jem unë i afërt pra me atë person. Pra është një mesazh i fuqishëm për kujdesin që duhet ta kemi për jetimin, mos shkeljen e të drejtave të jetimit, që t'i afrojmë jetimat,
dhe si shoqëri pra të tregojmë vetdije të lartë se me të vërtet do të thotë çështja e jetimit duhet të kihet parasysh. Pra edhe sot i shihni ju se shpesh shoqatat ndryshme humanitare, mund të them se të gjitha shoqatat humanitare bile kanë sektore të veçanta për jetimat. Mundohen të ofrojnë ndihmë për ata, stipendione për shkollim e kështu me radhë. E krejt kjo tregon pra për kujdesin që duhet të ketë, për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lavdruar pra atë që është që përkujdeset për jetimin dhe që nuk ja han hakun jetimit dhe që është pra me të vërtet i përkushtuar për t'i ndihmuar dhe për t'u solidarizuar me jetimat. Një moment tjetër i rëndësishëm apo një dënim tjetër shu të themi që ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në natën e Mirajit është edhe ajo se ka parë disa burra dhe disa gra të cilët para veti kanë pasur mish të mirë, të pjekur dhe kanë pasur qoftin. Ata e kanë lënë mishin e mirë dhe kanë ngrënë qoftinën. E ka pyetur Xhibrilin se pse këta bëjnë këtë, pra në xhenem kjo ka ndodhur, që nuk ka qenë vetëm ngrënje kështu, do të thotë jashtë xhenemit. Pse, çka kanë bërë këta njerëz? Këta thotë janë ata që kanë shkel kurorën. Shkelësit e kurorës ka për qëllim, pra ata që kanë bërë veprime amorale, që kanë shkelur pra nikahun dhe nuk e kanë ruajtur nderin. Njerëzit e tillë këtë do ta kenë. Këtë dënim do ta kenë në botën tjetër. Do të thotë, këtu e shohim edhe një element tjetër. Mishin e qelbur, qoftinën. Çka do të thotë kjo? Aq i gërditshëm është ky dënim, sa që pra kundërmon erë të keqe, ka për qëllim pasojat e tij larg apo larg nuhaten, apo larg përjetohen. Do të thotë nuk është një veprim që ndalet vetëm te dikush ati u kri puna, ai ka shkel kurorën edhe merr fund, jo, po qoftina është sinonim i kundërmimit të erës së keqe dhe të diçkaje që nuk bën pra, është e gërditshme. Dhe ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e tregon se pra kjo është ai krahasimi që është bërë, ai ilustrimi i mëkatit në këtë formë, se ata njerëz pra bëjnë diçka të gërditshme dhe këto pasoja kundërmojnë erë të keqe shumë larg, jo vetëm afër atij, por pra shumë larg. Dhe këtë dënim ata do ta kenë. Edhe këtu pra del dhe shihet qartë se Miraxhi ka pasur një dimension të qartë moral. Dhe përmes këtyre dënimeve që ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka dhënë mesazh për konsolidimin e shoqërisë njerëzore, për përmirësimin e sjelljeve tona, për kthimin ton në rrugën e duhur dhe që të jemi pra çdo herë në shërbim apo që të jemi në funksion të ngritjes ton nga të gjitha aspektet. Dhe nuk bën pra që të jemi larg marrjes mësim nga këto ngjarje. Çdo njeri prej nesh ka nevojë ta forcon besimin e vet, ka nevojë ta përsërit pra atë çështjen e devotshmërisë, në atë kuptim ti përsërit gjërat që ta shtojë devotshmërinë e tij. Ka nevojë të rishikojë gjërat, ka nevojë të korrigjohet. Dhe pra pikërisht ndodhia e Miraxhit është në këtë funksion, me këto gjëra që i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, neve na tregon pra se duhet çdo herë të jemi të kujdesshëm për veprimet tona, sepse kemi përgjegjësi para Allahu xhaleshanu dhe në ditën e gjykimit, pra kjo na pret realisht. E tash ne jemi ata të cilët vendosim se cilën rrugë do ta ndjekim. Po ashtu një element tjetër apo një pamje tjetër të dënimit që ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka të bëjë edhe me fjalën e thënë. Në fakt, e ka parë një dëm që del nga një vrim e ngushtë dhe pasi ka dalur,
është munduar përsëri të kthehet të hyj ati, dhe s'ka mund të hyj. Kur themi të futet ati, pra është për qëllim, paramendoni sa e ka lodhur ai veten dhe sa e ka dëmtuar veten, duke goditur atë murin ku ka qenë ajo vrima. Dhe e ka pyetur Xhibrilin se cilët njerëz do të dënohen me këtë dënim. Në fakt, pra, këta çfarë mëkati duhet bëjë njeriu që ta ketë këtë dënim, dhe në fakt çka kanë bërë këta njerëz? Xhibrili i është përgjigjur edhe i ka thënë se ky dënim është për ata të cilët nuk i matin fjalët e veta. E thonë një fjalë e nxjerrin prej goje. Pastaj pendohen, mundohen ta kthejnë atë fjalë, pa ajo më nuk kthehet prapë. Pra, këtu shikoni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, deri më tash ne në fakt elaboruam çështje që kishin të bëjnë me veprat. Këtu dalin te çështja e fjalëve. Do të thotë mos mendoje dikush pra se fjalët nuk regjistrohen, fjalët nuk kanë peshë, fjalët nuk merren parasysh, fjalët nuk vehen në kantar, në peshoj në ditën e gjykimit. Jo, edhe fjala e ka rolin e vet. Fjala e ka ndikimin e vet. Fjala pra e ka peshën e vet, dhe po ashtu edhe për fjalën njeriu ndëshkohet në ditën e gjykimit. Nëse nuk ja fal Allahu xhaleshanu dhe nëse nuk kërkon halallëk. Për ato pra, të jemi të kujdesshëm kur flasim. Mos i nxjerrim fjalët pa pjek, mos i nxjerrim fjalët pa i menduar, mos i nxjerrim fjalët që janë ofenduese për njerëzit tjerë, por ti matim apo ti peshojmë fjalët para se ti flasim. Me këtë që ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na mëson qartë se duhet të jemi të kujdesshëm në fjalët tona. Fatkeqësisht, sot pra shohim shumë njerëz të cilët nuk i matin, nuk i peshojnë fjalët. Pastaj pendohen, por ti më veç e ke thënë. Ashtu një fjalë e urtë arabe thot, fjala e thënë dhe shigjeta e gjuajtur nuk kthehet prapë. Ti mund edhe të kërkoj shpalje dhe kështu me radhë, por ajo kur e thua diçka e lën gjurmën të pala tjetër. Në këtë drejtim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë i ka thënë Bilalit pra, ruaje këtë, e ka kap për gjuhën pra. Ka thënë ja Resulullah, po ne edhe për atë që flasim do të shkojmë në xhenem. Thot, po a thu diçka tjetër i çon njerëzit në xhenem më tepër se sa gjuha e tyre e pamatur, do të thot fjalët që i flasin. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Bile edhe Allahu xhaleshanu na qartë na thot në Kur'anin famlar se kemi melek të cilët regjistrojnë çdo gjë që ne e bëjmë. Edhe fjalët tona, dhe për këto do të japim përgjegjësi. Pastaj Allahu xhaleshanu thot, e përmend në Kur'anin famlar shembullin e fjalës së mirë, kelimetu tayyibe, dhe fjalës së keqe. Thot se ajo është si pema që rënjët i ka thellë në tokë dhe degët i ka lartë në qiell. Përkundër fjalës së keqe, e cila pra është krejt e ndryshme prej kësaj. Për atë duhet të jemi të kujdesshëm në këtë drejtim, për shkak se fjala ka peshë dhe fjalët pra peshojnë të Allahu xhaleshanu dhe nuk duhet që me fjalët tona ne ta ngarkojmë veten tonë. Këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë në Miraç. Do të thotë ndëshkimin për shkak të fjalëve që i themi ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë në Miraç. Por këtu duhet të jemi të kujdesshëm edhe për diçka. Kur themi fjalët, kjo nuk do të thotë se vetëm fjala e thënë këtu merret parasysh, por jo edhe fjala e shkruar. Do të thotë, fjala në këtë rast i përfshin të gjitha, edhe fjalën e thënë, edhe fjalën e shkruar. Kushtimisht, nëse dikush ka problem dhe nuk mund të flet, por mund të shkruaj, dhe atë që don ta thot pra gojarisht, e thot përmes shkrimit, kjo e ka të njëjtin statut. Pra, e njëjta gjë është, si statusi i fjalës së thënë, është edhe statusi i fjalës së shkruar. Do të thotë, të njëjtin tretman
njëjtë ato vlerësohen. Këtë më tepër e them se sot ne realisht jemi të pakujdesshëm këtë drejtim. Shpesh nuk e mati që e shkruajmë, o komente, o gjëra e kështu me radhë, me emra të rrenjshëm, me emra fiktiv e kështu me radhë, kurse mos na vrejnë, mos na njohin kush jemi, por problemi është se te Allahu ti dihesh. Për atë nëse ti dikant e shan, e fyen, i thua gjëra që nuk i ka, e shpif për të, e përgojon e kështu me radhë, me një emër fiktiv që nuk ekziston, për nuk është real, mos mendote se ti i ike ati, në fakt pra ti shpëtove prej atij, nuk të kuptoj se, apo nuk të njohu se kush je ti, dhe ti ke shpëtuar edhe te Allahu xhaleshanu. Kjo është një gabim i madh. Për atë ne kemi nevojë sot në veçanti edukim për përdorimin e këtyre mjeteve bashkohore, në drejtim të mëkateve që bëhen, në drejtim të gjunaheve që ne i kryejmë. Sepse si duket, shumë pra të muslimanët vret kjo, absolutisht nuk e bëjnë hesab çështjen e rrjeteve sociale. Absolutisht nuk e bëjnë hesab komentin. Absolutisht nuk i bëjnë hesab pra këto gjëra këto mëkate që bëhen sot në këtë formën digjitale. Te Allahu xhaleshanu është e njëjtë. Është mëkati, kështu themi, mekanik, është digital. Do të thotë, sido që tjetë, ajo është mëkat, derisa ti e bën diçka që nuk duhet, ti ke bërë mëkat. Për atë pra, duhet që jemi të kujdesshëm se këtë që ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Miraç, pra, këtë lloj dënimi, dhe që ka thënë se kjo ka të bëjë me ata njerëz të cilët e flasin një fjalë, e nxjerrin prej goje një fjalë, pastaj dëshirojnë ta kthejnë, por nuk mund ta kthejnë. Nuk ka të bëjë pra vetëm me fjalën e thënë. Këtë tretman e ka edhe ajo që shkruhet realisht. Do të thotë komentet e ndryshme, fyerjet e ndryshme kështu me radhë, dhe është me të vërtet për të ardhur keq, bile edhe në disa komente, bile edhe për nasihate, për këshilla, për hadithe kur postoni kështu me radhë, shpesh herë post komente të cilat janë të pahishme dhe nuk takojnë një njeriu përgjithësi, lënë më një besimtar i cili komenton të një hadith ose për një dietar. Mos flasim këtu për dietarët, që është pra një katastrofë me çfarë fjalësh fyhen në emër të Islamit, në emër të mbrojtjes sunetit, në emër të mbrojtjes Kur'anit, në emër të mbrojtjes Islamit, dhe a këtë kjo është e larg Islamit, larg Kur'anit, larg haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë pra puna e fjalës është me të vërtet shumë e madhe. Dhe besimtari pra pikërisht identifikohet edhe matë se nuk flet fjalë të liga, e matën fjalët e veta. Nuk është i pamatur në fjalë. Do të thotë profili i besimtarit është profil i njeriu që i mat fjalët e veta dhe nuk thot apo nuk nxjerr prej goje çka të mundet, por e nxjerr vetëm atë që duhet. Patë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bile këtë e lidhë edhe me besimin, thot men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, o le të flet fjalë të mira, o për ndryshe le të shuaj. Pra shumë qartë është këtë drejtim. Pra e ka lidhur me besimin. Dhe vërtet edhe në Miraç pra kur ka qenë, e ka parë se ka pasur njerëz të cilët janë dënuar për këtë çështje. Pra duhet të jemi të kujdesshëm dhe nuk është se ne sot pra nuk jemi të sprovuar nga kjo gjë, nuk është se sot nuk është prezente çështja e fjalëve të liga, nuk është se sot kjo çështje ka mbaruar. Jo, po pikërisht Miraxhi pra na rikthen neve edhe një herë në vetveten tonë. Na rikthen edhe një herë që të shohim se ku jemi në drejtim apo në kuptim të fjalëve të cilat i flasin. Për atë edhe Miraxhi realisht nuk e humb aktualitetin, nuk e humb vlerën, nuk e humb ndikimin në çdo kohë, sepse në çdo kohë njerëzit
ballafaqohen apo bëjnë gjëra të cilat pra pikërisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka parë kur ka qenë në Miraç. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atje ka parë pra edhe disa njerëz të cilët janë dënuar për shkak përqeshjes së njerëzve të tjerë. I kanë përqeshur pra, ose i përqeshin njerëzit tjerë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atje i pa disa njerëz të cilëve u binte mishi copa prej trupit të tyre dhe ata ktheheshin dhe e hanin atë mish. Edhe këtë e bonin në xhenem. Pastaj përsëri u ndodhte e njëjta gjë. Dhe e pyeti Xhibrilin. Edhe i tha Xhibrilit se kush janë këta njerëz? Pra, çka kanë bërë këta njerëz? Xhibrili i tha se këta janë ata të cilët pra i kanë përqeshur njerëzit e tjerë. Do të thotë, sot po ashtu ne jemi dëshmitar të asaj që ndodh në mesin tonë. Sa ndodh që njerëzit e përqeshin njëri tjetrin, e ofendojnë njëri tjetrin, e tallin njëri tjetrin. Do të thotë, nuk është se diçka ka përfunduar, jo e kundërta është. Ende kjo është prezente për atë përqeshje që edhe Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar thot la yashar qaumun min qaumin, le mos të tallen, le mos ta përqeshin njerëzit njëri tjetrin. Pra, është veprim i ndaluar. E ne për fat të keq është prezente kjo. Pra, këtë dënim e ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në Miraç, që do të thotë se çështja është serioze. Fatkeqësisht, sot ka si rezultat i këtyre mjeteve që i kemi ne në disponim, rrjeteve sociale kështu me radhë. Edhe këtë çështje shumë njerëz i etiketojnë njerëzit tjerë me lloj-lloj gjërash, me lloj-lloj cilësimesh, i përqeshin edhe konsiderojnë kurse kur gjë hiç nuk është. Kurse kur gjë s'ka ndodhur. Kjo nuk është në rregull. Do të thotë, edhe përqeshja është diçka e urrejtur në Islam. Është diçka që nuk e pranon realisht Islami dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka parë ata të cilët përqeshin njerëzit, pra i ka parë duke u dënuar me këtë dënim. Edhe këtu e shohim pra se Miraxhi realisht ka një mesazh të qartë dhe një dimension të qartë moral. Na flet se ne duhet të pastrohemi nga këto dukuri negative. Si besimtar nuk duhet t'i kemi dhe duhet po ashtu edhe shoqëritë tona t'i mbrojnë, për shkak se këto janë të dëmshme edhe për personalitetin ton, edhe për familjen, edhe për bashkinë, po edhe për shoqërinë dhe njerëzimin në përgjithësi. Ne si profil besimtari pra duhet me të vërtet të jemi të kompletuar në këtë drejtim dhe të gjitha këto gjëra që u përmendën pra duhet t'i evitojmë. Dhe këtu shihet qartë pra se udhëtimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë udhëtim i mësimeve, i urtësive, i mesazheve, nuk ka qenë thjesht një shkuarje edhe ardhje e cila nuk ka ndikim, por e kundërta pra ka pasur ndikim dhe ka ardhur ai me mesazhe të qarta nga kjo gjë. Unë me kaq do të kisha përfunduar, mbase ka edhe shumë gjëra tjera, por normalisht me të vërtet në një emision nuk mund të përfshihen të gjitha, por besoj se disa nga të rëndësishmet i kemi elaboruar, me shpresë inshallah që të jenë kuptuar drejt dhe të kenë ndikim në përmirësimin e jetës tonë, në përmirësimin e përditshmërisë tonë dhe në ngritjen tonë në nivele të larta të kompletimit tonë pra si njerëz dhe si besimtar të denj. Unë do të kisha përfunduar tash duke u lënë hapësirën nëse ka pyetje eventualisht që të mund ta kompletojmë do të thotë këtë për çka kemi biseduar. Ju faleminderit o gjendëruara, bashkim për këtë përmbledhje të mirë dhe detajuese dhe shpresoj që do t'ju ketë pëlqyer dhe dëgjuesve tonë dhe shikuesve tonë ku do qofshin ato.
Po, pyetje normale kemi, si çdo herë dhe janë nga më të ndryshmet, mirë po I kemi zgjedhur vetëm disa që kanë të bëjnë me temën. Dhe më vjen që ndoshta disa pyetje më duhet t'i lejmë anësh. Shoku që të kenë mundësinë uxha të nderuar të fokusohet më shumë në pyetjet rreth temës dhe që ta zgjerojmë sa më shumë këtë temë që kemi marrë sonte pra dimensionin moral I Miraxhit. Para se të fillojmë me leximin e pyetjeve, do t'ju informoj edhe një herë se prej këtij momenti mund të inkuadroheni tani drejt për drejt me Hoxhën Bashkim Aliu dhe t'i bëni pyetjet të tuaja. Ju kisha sugjeruar që pyetjet tuaja të jenë sa më shumë në kontekstin e pyetjes se jo pyetje dhe koment. Se ashtu për ashtu atëre nuk kemi nevojë të bëjmë pyetje, po mbase ju jeni vetë përgjegjësit. Nëse dikush mund të ka dëshirë të inkuadrohet, mund të inkuadrohet nëpërmjet numrit e telefonit, se ashtu siç e keni dhe në ekranet tuaja aty në WhatsApp, pra +44753387766. Mund të inkuadrohen edhe nëpërmjet Facebookut tim Shpëtim Sjarina, po gjithashtu edhe ata vëllezër që po na ndjekni në modat tona në TikTok, mund të inkuadrohen duke do të ngritur në panelin e TikTokut dhe mund të bëni pyetjen me zë. Atëre, kushdo për juve që të është interesuar të bëni një pyetje, jemi pra drejt për drejt në Facebook dhe në YouTube, Shpëtim Sjarina, por gjithashtu edhe në kanalin e YouTube ton Kandili I Diturisë. Përderisa njerë nuk shohim se ka ndonjë kërkesë për inkuadrim drejt për drejt, atëherë do të shkojmë me një pyetje me shkrimtu që kemi. Thot, Miraxhi është ngritja më e lartë shpirtërore e njeriut. Çfarë e bëri të denjë Muhammedin alayhis salam për këtë ngritje morale dhe shpirtërore? Vetë të qenit e ti pejgamber I fundit I Allahut, I ardhur për njerëzimin, bajtësi mesazhit të fundit nga ana Allahu xhaleshanu, është ajo pra që e bëni këtë njeri të denjë për këtë udhtim të veçantë dhe për këtë mrekulli që nuk e kanë pasur pejgamberët e tjerë. Do të thotë, rast të tillë nuk ka të pejgamberët e tjerë. Pra të qenit e tij I fundit I pejgamberëve, të qenit e tij që është mëshirë për gjithë botrat dhe mesazhi të cilit është universal për tërë njerëzimin, pa diskutim është elementi kyç që atë pra e bëri që ti tregoj se mesazhi që e ban ai ka një dimension tej kohor dhe ka një dimension, mund të themi, kozmik shu, për shkak se realisht u është drejtuar edhe njerëzve edhe gjinëve në fakt. Dhe kur themi gjinëve se gjinët besojmë ne si besimtar që e të I kalojnë pra edhe mund të edhe dalin prej kësaj bota apo të ngriten në lartësi tjera. Mirë, pyetja tjetër vjen pikërisht të lidhet me këtë të parën. A është Miraxhi vetëm shpërblim pas vujtjeve apo përgatitje morale për barën e misionit që priste më tej? Po, pikërisht kjo e dyta është pra, Miraxhi nuk është vetëm një lloj satisfaksioni dhe ngushëllimi shpirtëror. Jo vetëm ajo, e ka pasur këtë element, por nuk është vetëm për këtë. Por është edhe përgatitje e tij për atë që e pret në të ardhmen. Dhe tërë këto që I pa, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë në shërbim të mesazhit edhe për muslimanët në fakt. Se ai pejgamber ishte, nuk ka dyshim se pozita e tij ka qenë e ndryshme nga e njerëzve të tjerë, por është më tepër mesazh për muslimanët pra që të vazhdojnë në këtë rrugë dhe çdo herë duhet të jenë të përgatitur dhe normalisht se duhet të shpresojnë në mbështetjen e Allahu xhaleshanu dhe në ardhjen e zgjidhjes dhe të rrugdaljes sa herë që gjenden ngushtë, nëse këtë e meritojnë normalisht
dhe janë të kualifikuar në një mënyrë për këtë gjë. Në aspektin e dimensionit moral të Mirajit, në Miraj të Muhammed a.s. e sheh gjenetin dhe gjehenamin. Çfarë mesazhi moral merr besimtarin nga fakti që morali lidhet drejt për drejt me përfundimin e njeriut? Po, merr mesazhin e qartë se ne jemi ata të cilët do të përcaktohemi për në xhenet apo për në xhenem. Ne e përcaktojmë veten tonë. Dhe kjo do të thotë se nëse ne jemi të moralshëm, nëse ne jemi besimtar të denj, korrigjues të vetvetes, të penduar, që çdo herë përmirësojmë vetveten tonë, do të jetë fundi jon xhenet. Xhenemi është fundi për ata të cilët nuk i marrin parasysh këto gjëra, nuk janë të moralshëm, bëjnë shkelje, bëjnë mëkate. Mëkati në fakt është pra e kundërta e moralit. Pra përfundimi i tyre është në xhenem. Pikërisht këto dy pamje që ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në fakt pra janë ajo që neve na zgjojnë, na trandin me një fjalë, kujdes se ku je të shkuar dhe çka je duke bërë. Një pyetje pak që dali pak jashtë kësaj. Parimi i urdhërimit për të mirë dhe ndaluarit dhe të nga e keqja dhe cila në Kur'an lidhet drejt për drejt me përgjithësinë. A lidhet kjo vetëm me përgjithësinë dhe personale apo shoqërore dhe institucionale? Shikoni, çështja e urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja i ka disa nivele. Ka edhe nivel personal, edhe nivel institucional. Por ajo që duhet të dihet është se duhet jemi të kujdesshëm, veçanërisht në hapësirën dhe vendin ku veprojmë, se si kuptohet kjo detyrë. Duhet jemi të kujdesshëm që mos të tejkalohen realisht kompetencat në këtë drejtim dhe mos marrim në përsipër gjëra të cilat nuk na takojnë si individ, po u takojnë institucioneve. Dhe me këtë pra ta vëmë apo ta sjellim veten tonë në gjendje të palakmoshme apo edhe në rrezik realisht. Si individ, kur nuk je ti institucion, dihet se përjetësia jote është individuale, e kufizuar në këtë drejtim, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Femen len mjesëti e kush nuk mundet atëherë me zemër." Mbase kjo është pra besimi më i dobët, ose para kësaj me fjalë, që do të thotë se edhe shumë dietar kur e shpjegojnë këtë thonë se ajo që thuhet me dorë nuk kupton fakt pushtetin, nuk kupton institucionet, nuk kupton ata të cilët kanë ingerenca. Tjerët individët pra bien në shkallët tjera më të ulta dhe këtu pra duhet tash jemi të kujdesshëm, mos shkaktojmë kundër efekt dhe mos e bien veten tonë në telashe me atë që të marrim role të cilat nuk mund t'i kryejmë dhe nuk jemi të obliguar për të mundësive që i kemi, e nëse futemi në këtë fush pra që të marrim role të cilat nuk na takojnë neve, atëherë realisht ne vetëm se mund të sjellim dëm më tepër se sa që sjellim dobi. Po pra, urdhrimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja ka nivel personal, po ka nivel edhe institucional. Pra që i bie që këta që morën këto përgjegjësi janë që realisht nuk janë për ta dhe nuk janë pjesë e institucionit, këta persona janë më shumë të dëmshëm se sa të dobishëm, apo? Nëse personi e sheh veten e vete për te institucionit, a nuk është institucion, pasojat e asaj që bën, e vërtet është se janë më të dashme se sa dobia që mund të sjell ai. Zotë na ruaj prej njerëzve të tillë. A mund të themi se Miraji është prova se morali i lartë e ofron njeriu te Allahu më shumë se sa fjalët dhe pretendimet. Shikoni, tash është e vërtet se edhe fjalët e mira bashkë me veprat e ofrojnë njeriu te Allahu. Por në këtë kontekst që është përmendur pjeqja, do të thotë kërkohet punë për të ofruar te Allahu xhaleshanuhu. Dhe jo rastisht edhe namazi është miraxhi besimtarit,
që 5 herë në ditë përmes punës, por në të njëjtën kohë edhe përmes fjalës, se në namaz ne jo vetëm që bëjmë veprime, por edhe lexojmë, do të thotë, themi diçka, pra janë ato që e ngrisin njeriu te Allahu xhalleshanu ve xhallaxhelalu. Kjo është e pa diskutueshme. Shkojmë tek pyetja e radhës. Para Mirajit, zemra Muhammedit alayhi salatu wasalam u pastrua. A ka ngritje shpirtërore pa pastrim moral të zemrës? Shikoni, pastrimi i zemrës në këtë drejtim, në kontekst pyetjes suaj, themi se është pra pastrimi nga dukuritë negative, nga çdo gjë e keqe, nga ndjenjat e këqija, nga mendimet e këqija. Nuk mund të ngritesh ti në nivele të larta pa e bërë pastrimin e zemrës. Kjo pra është e pamundur, për shkak se zemra është ajo që i vulos gjërat në fakt. Kështu që kur ka ardhur një person e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për diçka është mëkat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë pyet zemrën tënde. Pra zemra është ajo që vulos. Për atë nuk mund njeriu të flet për ngritje shpirtërore, të flet për ngritje në stade të larta devotshmëri që shumë radh nëse zemrën nuk e ka të pastër. Qartë ka thënë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në trupin e njeriu ka një pjesë që nëse është ajo e mirë, i tërë trupi është i mirë, dhe pra karakteri njeriu është i mirë, dhe nëse ajo është e sëmur, e keqe, njeriu është i keq. Ka thënë çka është ajo pjesë është zemra pra. Derisa nuk e kemi të shëndosh zemrën, ne nuk mund të ngjitemi lart. Edhe në jetën e përditshme, keni parë ndonjë njeri që ka zemrën e sëmur, ai as nuk mund të vrapon, as nuk mund të ecë, as nuk është i qetë, pra ka shumë probleme. Edhe në aspektin shpirtëror, zemra e sëmur nuk mund të jetë ajo personi që e bart atë zemër të jetë i ngritur në nivele të larta. Ndere, të shkojmë me pyetjen e radhës që ka të bëjë me disa gjëra që i përmendte se Muhamedi alayhi salatu wasalam i ka parë në Miraj kur ka qenë. Thot, me respekt duhet të pyes doktorin. Përmendet në Kur'an mu'jize, do të mrekulli si term, si fjalë apo ajet. Muhamedi dhe tjetra, Muhamedi alayhi salam i ka parë ata në xhenem. A thua do më thënë është e krijuar për xhenemin, është edhe të krijuar tash dhe ata që janë atje kanë mbaruar me llogaridhënie? Shikoni, ky është një debat i gjatë që është zhvilluar në mesin e dietarëve se në çfarë forme janë parë ato njerëz dhe kush kanë qenë në fakt ata njerëz. Kanë qenë njerëz të cilët janë në xhehenem apo i janë paraqitur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si shembull që t'i sheh se si do të dënohen ata. Pra ka mendime edhe ashtu, disa kanë thënë se vetëm i janë paraqitur atij se këtë dënim do ta kenë. Disa dietar tjerë kanë thënë se këta janë ata shpirtra që kanë dalur prej trupit të njeriu, pra që ata të cilët kanë vdekur dhe do ta kenë këtë dënim në ditën e gjykimit dhe ata i ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u dënuar pra në këtë formë që ata nuk e kanë kryer ende llogarin, por vetëm se i ka parë këtë dënim ata do ta kenë. Do të thotë është zhvilluar debat mesin e dietarëve se çka është kjo që ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me njerëzit e këtij të cilët janë dënuar. Por mendimi që realisht shumë ulema e kanë se këta janë pasqyrim, ilustrim në fakt të atyre se si do të dënohen të cilët e kanë merituar pra këtë dënim dhe kështu do të ndodhë dënimi i tyre. Nuk ka më rëndësi a ka qenë ai person konkret që e ka njohur pejgamberi se ky do të dënohet ashtu për shembull, por qëllimi është se këta shpirtra, këta njerëz që i bëjnë këto mëkate kështu këtë dënim do ta kenë që do të dënohen. Pra në këtë drejtim ka bajgji mendime dhe kanë zhvilluar debate dietarët edhe për ata që i ka parë bashkë me Ademin alayhis salam në anën e gjatë dhe në anën e majt. Kush kanë qenë ata? Kanë qenë ata që
kanë vdekur, a kanë qenë shpirtat që ende nuk kanë ardhur në trupin e tyre dhe që të atill do të jenë, pra janë debate që janë zhvilluar mes dietarëve se çka ka qenë e rëndësishme ose i ka parë, dhe një prej mendimeve është se janë paraqitur aty se ata që e kanë merituar këtë dënim pra do ta kenë në ditën e gjykimit. Dhe të lidhur me këto që në Ibn Kathirin përmendet një hadith se si Allahu pasi që kishte krijuar Ademin i nxorri nga kurrizi i tij gjithë pasardhësit e tij në formën të shpirtërore apo të parë, dhe Ademi i pa të gjithë ata. A mund të lidhet edhe kjo tash që Muhamedi alayhi salatu wasalam i ka parë disa prej tyre në xhehenam? Dhe pse nëpërmjet syve të Muhamedit alayhi salatu wasalam kanë qenë si krijeca, ashtu siç i pa dhe Ademi alayhi salam pasi u krijua ai. Po do të thotë sipas mendimit të atyre dietarëve, të cilët thonë se real është dënimi i atyre dhe këta janë ata persona që e meritojnë realisht, kupton, dhe të cilët kanë qenë në trupa shpirt, ato shpirtat që kanë qenë trupa, kanë dalë prej trupave, do më thonë kanë vdekur ata njerëz, dhe janë në jetën e varezave ende pa ardhur dënimi i varit, pra pa ardhur bota tjetër, por që Allahu e di se ata këtë do ta kenë këtë dënim, pra dhe se në atë periudhë po ashtu vari është bafshe prej bafsheve të xhenetit, ose grop prej gropave të zjarit, pra thonë se pikërisht kjo është ajo që i ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kontekst, po, sipas mendimit të këtyre dietarëve. Por thash për çështjen ka shumë mendime dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu nuk ka shkuar që të shpjegoj shumë më tepër pse si, sepse nuk është relevante ajo, relevante është se ky dënim do të jetë për këtë mëkat. Pra ajo që i ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra është reale, por aty në akoma nuk i ka ndodhur ajo, do t'i ndodhë në pas llogaridhënies e cilën akoma nuk e kanë bërë një herë. Në rregull. Atëre, hoç sot flasim për zhvillimin personal dhe suksesin. Po thuaj se në çdo bisedë, çdo debat flitet për suksesin, flitet për avancimin, për zhvillimin, për do dy pika janë do të hyqen në shumicën e bisedave tona. A na mëson Miraxhi se suksesi i vërtet fillon nga brendësia morale e njeriut? Po pikërisht, shikoni, ajo që ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Miraxh realisht, flet se nuk mund të jenë të suksesshëm njerëzit të cilët nuk kanë një profil të fortë, të fuqishëm dhe të drejtë moral. Kur themi nuk mund të jetë të suksesshëm, ne suksesin nuk e shohim vetëm në aspektin material të kësaj bote. Ne shohim shumë më gjërësisht. Po, ka mundësi njerëz që të arrijnë në këtë botë të mira materiale, por kjo nuk është lumturia që e synojmë ne. Suksesi që ne e mendojmë si musliman nuk është vetëm ti të arrish pasuri, të arrish famë, po edhe një zbulim të bësh. Kupton? Sepse njerëzit kanë jetuar edhe kur nuk ka pasur zbulime realisht. Ajo suksesi të cilin e synojmë ne është mirëqenia në këtë botë dhe shpëtimi në botën tjetër. E kjo nuk mund të arrihet pa një ngritje morale dhe pa një pastrim shpirtëror të njeriut. Të shkojmë me pyetjen e radhës të rreth Miraxhit dhe realitetit të sotëm. Në një kohë kur morali shpesh relativizohet, si mund të shndrojmë Miraxhin nga një ngjarje historike në një plan program jetësor? Po pikërisht se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk në këtë drejtim nuk ka folur për diçka që ka përfunduar, por me këto dënime që i ka parë flet për atë që na pret neve. Pra këto dënime i presin njerëzit. Qofse dënimi ka qenë real për ata njerëz të cilët i kanë bërë këto gjëra, derisa të vijë bota tjetër. Po, kjo nuk kupton se vetëm ata do të dënohen. Do të dënohen të gjithë lloji, pra kush ka bërë mëkate të atilla do të dënohet me atë dënim. Që do të thotë se
ne duke u kthyer në ndodhinë e Isras dhe Mirajit, na që ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kuptojmë se ne nuk jemi imun ndaj këtyre mëkateve dhe ne nuk jemi të përjashtuar nga kjo. Pra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka folur në fakt për të ardhmen dhe unë për vete edhe debatet nuk kam dëshirë të futem në ato debate, nuk ka shumë me rëndësi çka kanë qenë ata njerëz. Me rëndësi është kush i bën ato mëkate do të dënohet. Kjo është mesazhi, kjo është. Dhe pikërisht kjo porosi na jepet neve se nëse nuk përmirësohemi na pret kjo. Kjo është e rëndësishme në këtë rrëfim pra. Në rregull, vazhdojmë me pyetjen e radhës. A është e mundur që dikush të falet rregullisht, por të mos ketë pjesë nga Miraxhi në sjelljen e tij morale? Po shikoni, realisht ka mundësi dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur kjo kur munafikët të njohur janë falur në xhamin e tij, janë falur pas tij. Megjithatë nuk kanë përfituar nga ajo falje. Që do të thotë se namazi i cili ndikon është namazi i cili krihet me sinqeritet, jo vetëm ai që krihet formalisht. Nëse ti e krijon formalisht pa sinqeritet, pa qëllim, atëherë pra efekti nuk është askundi. Okej, përfundove përgjigjen hoq? Po. Pyetja radhës është, çfarë humb një shoqëri që kujton Miraxhin vetëm ceremonial, por jo edhe etikisht? Ai i cili e kupton Miraxhin vetëm si një natë që ka ndodhur dhe sipas mendimit të tij që vetëm duhet ndoshta ai të fale namaz ashtu si e mendojnë shumë njerëz, edhe pse ajo natë është që ka kaluar, nuk është se tash është nata e Miraxhit, kupton? Pra, ai ka humbur shumë të mira sepse nuk është futur në thelbin dhe esencën e kësaj ndodhie. Dhe nuk i ka marrur mesazhet për jetën e tij. Ai e mendon si natë të madhe, ta shfrytëzoj rastin, ndoshta në këtë natë mos më pranohen luçet. Ajo ka qenë natë e madhe për pejgamberin alayhis salam. Por sot për ne është ndodhi që duhet ne ta hulumtojmë, ta studiojmë, të flasim për të, të lexojmë për të dhe të marrim mësime nga ajo. Ai i cili nuk merr mësime, pra i kanë kaluar edhe shumë gjëra të mira për përmirësimin e jetës së tij në përgjithësi. Do shkojmë me disa pyetje rreth aspekte më shumë shpirtëror të Miraxhit. Nëse Miraxhi ishte ngritje drejt qiellit, cili është Miraxhi i përditshëm i besimtarit në jetën e zakonshme? Miraxhi i përditshëm i besimtarit është ngritja e tij morale, sjellja e tij, konsolidimi i tij në të gjitha fushat e jetës dhe normalisht paraprirës në këtë është namazi pra. Namazi. Po dhe ndonjë tjetër që mund i dhot pas namazit? Pas namazit tash, fjalët e njeriu që janë shumë të rëndësishme, sjellja e tij, mesazhi i tij, kontaktet e tij, raportet e tij me njerëzit tjerë. Pra, lutja, duat e tij që i bën, nënshtrimi i tij ndaj Zotit, të gjitha këto janë ngritje e tij ditore drejt Allahu xhaleshanu dhe afrimit të tij ka Allahu. A ka ndonjë shenjë që i nderuar do të shenjë dhe të më konkrete që tregon që një njeri realisht po ecën në gjurmët e moralit të Miraxhit? Nëse njeriu çdo herë ka përmirësim, ka ngritje, nuk ka zbrapsje, çdo herë pra ka nga një përqindje mund të themi të përmirësimit të tij, të afrimit të tij te Zoti, të konsolidimit të gjendjes së tij, të qenit e tij më i devotshëm, më i përkushtuar në fe, të ngritjes së nivelit të zbatimit të gjithë asaj që kërkon Allahu xhaleshanuhu, të përmirësimit të tij të raporteve edhe me Zotin, edhe me veten, edhe me njerëzit, edhe me ambientin ku jeton. Kjo është një prej treguesve pra se ai e ka kuptuar, e ka marrë mësimin e Miraxhit. Nëse Muhamedi alayhis salam
u kthyen nga Miraxhi për t'i shërbyer njerëzimit në kontekstin e shërbimit dhe sakrificës, a do të thotë kjo se morali I lartë gjithmonë manifestohet në shërbim dhe sakrificë? Shiko, morali I lartë realisht së pari është në nivel individual, që njeriu duhet ta përmirësoj vetveten e vete. Niveli I dytë I kësaj pastaj është sakrifica për tjerët, në të kuptim shërbimi për shoqëri. Edhe kjo është pjesë e moralit, por fillimisht është domethënë që ti veten tënde ta përmirësosh në drejtim të formimit të një profili të një njeriu me tipare të një besimtari të vërtet, një njeriu me virtute. E pastaj niveli I dytë është edhe shërbimi për shoqërinë edhe për njerëzit e tjerë, që po ashtu është pjesë e moralit islam. Po shkojmë me pyetjen e fundit, o qëndruar. Nëse sot Allahu do t'i pyes muslimanët çfarë morën nga Miraxhi, çfarë përgjigje morale do të ishin në gjendë të t'i jepën? Ne si besimtar do të duhej të themi se e kuptuam nga Miraxhi se pa një ngritje shpirtërore dhe pa pastrim shpirtëror dhe të zemrës që I themi ne, nuk ka as ngritje në sferat e tjera të jetës. Dhe pikërisht gjendja e jon ku jemi sot, stagnimi I jon, mund të themi pra edhe problemet e shumta me të cilat ballafaqohemi ne dhe fundosja në shumë aspekte që e përjetojmë sot, është rezultat I mos ngritjes tonë morale dhe shpirtërore. Vetëm edhe një gjë lidhur me këto, që u bën një pyetje më herët lidhur me pastrimin e zemrës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para se të shkonte në Mi'raj. Surja Ashrah, që është në Kur'an, Lam nashrah laka sadrak, ai referohet pastrimit të zemrës në moshën kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte fëmijë, apo I referohet pastrimit të zemrës para ngritjes në Mi'raj? Jo, shikoni, realisht kjo nuk është se komenti ka vetëm një koment për këtë. Kjo nuk është edhe patjetër që të jetë me pastrimin e zemrës konkrete për këtë rast. Por ajo që thot Lam nashrah laka sadrak, nuk ta kemi hapur ti zemrën, ka edhe kuptim simbolik, pra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thot I është me një fjalë hapja e zemrës nuk është për qëllim vetëm hapje fizike, është edhe hapje pra shpirtërore. Zemra jote është këtë ndryshe mo. Ta kemi hapur zemrën për jetimin, ta kemi hapur zemrën për të doptin, ta kemi hapur zemrën për gjithë njerëzit e tjerë në përgjithësi. Do të thot I përfshin edhe pastrimet këto, por nuk kufizohet vetëm në këto pastrime. Ka edhe kuptimin shpirtëror që nënkupton pra zemërgjërsinë, që nënkupton humanizmin e tij, që nënkupton kozmopolitizmin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tere, unë Ju falenderoj të nderuar për gjithë këtë kohë që kaluam tash për plot 1 orë 19 minuta. Dhe ju përgjigje të gjitha pyetjeve që I patëm ne këtu. Në fakt kemi edhe një kërkesë për një prej dëgjuesve që thotë u harrua pjesa e pyetjes e parë, pjesa e parë e pyetjes, përmendet në Kur'an mucize apo mrekulli si fjalë apo term mucize? Përmendet në Kur'anin po, sepse është edhe të pakoshme për neve se ai ka ndodhur. Shikoni në Kur'anin famlar përmendet dhe fjala ayat. Për Musajn alayhis salam, për shembull, për mucizet që u dhan përmendet fjala ayat, shenja. Shenja që ja ka dhënë Allahu xhalla shanuhu. Ndërkaq mucize e ka për qëllim atë që nuk mund të bëjnë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend në hadithet e tij që nuk mund tjerët ta bëjnë. Pra janë të pamundshëm ta bëjnë tjerët.
A Kurani e përmend një term edhe shumë më të gjerë se kjo, aje, shenjë pra. Po si thot në surën Isra që thotë linuriyahu min ayatina. Ajatina, shenjat tona pra që tregojnë atij, po. Ka shoqë ne shenjat tona, pra dhe të mrekullit, apo shenjat tona, po ajo çka ka pas për të pa Muhamedi alayhi salatu wasalam. Shpresoj se edhe gjuhësi ka qenë ka mbetur i kënaqur përfundimisht me këtë dhe kërkon falje nëse kemi bën ndonjë lëfim do të nga ona jon për mos kompletimin e përgjigjit. Po këto gjëra ndodhin njerëzime dhe lejmë diçka mungu dhe ju falenderojmë edhe juve nderuar për mirëkuptimin. Atëherë, o të nderuar, një përfundim, një mesazh përfundimtar, do të edhe një përmbledhje përfundimtare të temës. Po, me pak fjalë do të themi pra Miraxhi ishte ngritje dhe ky është një mesazh i qartë se ngritja duhet të jetë, ngritja e gjithanshme e jona duhet të jetë pra qëllimi ynë dhe objektivi ynë në të gjitha fushat e jetës. Atëherë shpresojmë se ashtu siç ishte Miraxhi ngritje shpirtërore dhe fizike për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por gjithashtu ishte edhe një ngritje morale, ngritje në vlera, ngritje në mirësi. Shpresojmë që edhe ju të puna ndiqni, pra edhe ju hoqë nderuar për lexërimin e kësaj teme, të përjetoni në jetën të juaja në ngritje në vlera, në ngritje të vlerave morale dhe shpirtërore dhe intelektuale në çdo fushë tuaj. Uroj që të keni sukses dhe Allahu i Madhërisht t'ua hap dyert e suksesit për të gjithë juve në dunja dhe ahiret, dhe kështu që ne përfundimisht të dalim nga kjo botë duke e përjetuar një lloj miraxhi pra në jetën tonë, në ngritje të vlerave, ngritjeve të imanit edhe gjitha të mirave, kështu që të përfundojmë përfundimisht të përfundojmë në xhenetet e larta të Allahut të Madhërisht. Allah ju shpëlbeft o një nderuar për ligjërimin e sonshëm dhe gjithashtu edhe për ligjërimet e shumta që ke bërë edhe në kaluarën. Allah dash sukses dhe ty dhe t'i hapë dhe t'i dyert të suksesit në dunja dhe në ahiret për mundin që bën edhe për sakrificën që bën për dinën e Allahut të Madhërisht. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme nga ona jonë pas të gjithë stafit. Dhe nga ona ime personale si hosti i këtij emisioni Kandili i Diturisë, uroj një natë mbrëmshme. Ju përshëndesim në mëshirën e Allahut të Madhërisht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe bekimet dhe beqetet e Allahut qofshin mbi gjithë juve ku do të jeni. Një mbrëmje të mirë dhe natën e mirë. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.